E depërtimi shkëlqyeshëm i drilon Hajrizi. Në këto kushte nuk zhvillohet lëra. Qëse diku na i pengon trepça, atë le tregon na don vetë, tregon vetë ligës. Kjo nuk ka kushtet minimale në kampë. Unë kisha me bo apel. Qëse vazhdo kështu, ko me shku basketbol dhe reshte poshtë. Asnjëherë nuk ko me shku ngritje, sidomos tani që jemi në procedurë pranimit FIBA. Po kjo qa bo sot, me vërtet ja uroj fitoren, po jo me plot zemër. Shpresoj që herave tjera nuk kanë ndodhur këto sene që ndodhin. Pse mendoni, referimi apo mikpritja apo çfarë nuk ishte? Jo, peja si kryesi e klubit me të vërtet për çdo lakmi, po senet që po ndodhin brenda basketbollit Kosovës nuk janë tunë përqyesh, po shihin senet tashiqare që po ndodhin. Kjo është mas shumë të ndrej, po unë e thama prap. Qëse dikuj i pengojmë atër vlerësh le të regon, ne të rejkemi, le të futet ai që dëshiron. Pra mendoni që dikush është interesuar që Njestënishi të inkuadrohet në play-off në vend të Trepçës? Po, krejtësisht e them. Hajrizi, për 3 pikë, i saktë